الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër dhe për mbi gjithë të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Zotit qoftë edhe për ju të ju. Inshallah Zoti na pranon këtë ditë agjërimi. Edhe namazet e kësaj dite, lut Zotin na I pranon. Edhe kush ka shtroj iftar, Allahu ta pranon inshallah. Sonde, kolla prat për çuna deri, për djem deri, pa për mirë sonde. Ju bekoj Zotit. Se shoh që shumica janë mashëre. Këtu kanë qenë më shumë të vjetër, por që kanë kaluar për kësaj jete dhe thënë o Zot, jepu xhenetin e lartë. Allahu ju mëshiroft. Djem edhe vajza janë sonde në xhami. Lut Zotin që të keni mirësi dhe begati I vjetë. Po një nga qelësat e begatisë dhe të mirësisë është besimi tek Zoti. Nëse do jeni larg imanit, do të thënë larg besimit tek Zoti, nuk mund të ketë garanci. Pra do të ngjojnë mirë ata që janë moshë e re. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, merrni fëmijët e vegjël për dorë dhe mësojini namazin. Që falë. Mësojini Fatiha aty, mësojini Kul huwallahu aty. Edhe ne jemi të gatshëm, edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazan. Disa djemtëri këtu, elhamdulillah kanë mësuar Kur'an shumë. Kanë mësuar Kur'an mirë që kanë mundësi edhe me falë namazin këtu dhe ju. Me ju prej juve për namaz. Pra, kemi për detyrë të japim edukat juve, t'ju mësojmë. Edhe edukata më e mirë që merrni këtu kur shikoni këta që janë moshë para jush. Allahu ju dashur inshallah. Mos harroni se prindit e juaj ju shohin me I tardhme të mirë, ose I kanë bazuar shpresat tek ju. Do rritën thotë mirë, kam djalë, kam vajzë, do rritën fëmijën thotë edhe do rregullohet gjendja, do përmirësohet gjendja. Thonë për ju, a do një shembuj fëmijësh që janë moshë, edhe baballarët e tyre u kanë ndërzuar dhe dyqanet, bizneset, makinat. Po kam gjetë njerëz në për dyqane, jo ma pak se 10 vjeç, 12 vjeç. Është e bëjnë lloj. Pra, mos u sënë në për vendet qia. Largohu nga çdo lloj shoqënie. Shoqënia më e mirë ajo që është papa dhe nëna jote. Nëse do të arrish që t'i bindesh këtyre dy personave, të betohem Zotin që ti ke për të bënë dikush në jetë. Babës edhe nënës. Mos I kundërshtohet. Ato vazhdojnë të majnë me bukë, të ushqejnë, të lajnë, të shplajnë, të sigurojnë të ardhurën që ti të vazhdoj shkollë. Aq shumë mundohen për ty. Pra mos ja kthen të kundër. Por ti të afrohesh tek Zoti xhallahu. Dhe këtë detyrë e kanë prindit e tuaj që me të afrohen tek Zoti. Mo kujdes me marrë librin e Zotit, Kur'anin, e kemi falës të në xhami, me marrë atë fletën për cilën do të falësh namazin, pas namaz nuk e kushresh. Pra që të bëhesh djali mirë, vajzë mirë, duhet jesh afër Zotit, edhe ta mësojsh namazin. Pra vjen të në xhami, po unë thëmë se shumica nuk din me falë. Ullje dhe ngritje. Sejdja të gjitha të mira janë. Edhe agjerimi, po edhe adhurime të tjera, pra krejt të do të mëso. Po ku mësohen në kohën jashtë shkollore, për shtonat, për dielën,
ju presim të xhamia këtu. Vallaj, jemi në dispozicion tuaj. Që t'ju mësojmë, sepse keni nevojë për të mësuar. Se aty ku jeni në përshkollë, për nuk e merrni atë mësim që ju duhet me rujt familjen. Sa aty mësojnë gjona të mira, po mësojnë edhe gjona të këqija. Pra alhamdulillah që keni ardhur, on për shtypjet më të mira. Nuk them tjetër vetëm se Allahu ju bekoft, por mos u ndani nga Zoti. Na i dik gjumaja, mas shkollën, hajdeni, ngjoni, merrni mësimet këtu, sepse jeta ka për t'ju shkuar mbar. Në dy gjona kushtëzohet një djalë apo një vajzë. Të besoj Zotin dhe të respektoj prindërit. Ka për t'i hedhë gjithçka mbar. 2 pika. Besim tek Allahu edhe respektin ndaj prindërve. Nëse në njëri mund justifikohet se nuk i ka të mirë prindit, përderisa kujdesen për ty, ata janë të mirë. Kur të fillojnë me të mësu nga e keqja, që nuk e besoj. Ti thot në njënit për ju, shko luj bëqës, shko bëj moralitet, shko zëjnë rrugë njerëzët, grabini njerëzët, nuk e besoj. Që të kejk nga to, pa në fund fare mësë e gjatë. Keqja nuk shkoj. Ke shoqënia keqe nuk shkoj. Pse edhe ata ju morën qatë. Puna e parë ju mësojnë dohanit. Drogën, bëqozit, ta punë të kia. Ama pa vazhdove, dhe më në qena mosha 10 vjeç me i një këtyre lloj zanateve, unë ta garantoj që gjithë jetën në ngelesh